Shërbimet inspektuese të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në koordinim me Inspektoriatin Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, Institucionin e Shëndetit Publik dhe Qendrën e Shëndetit Publik kryen një kontroll të jashtëzakonshëm në kuzhinën e operatorit ushqimor në shkollën fillore Dimo Haxhi Dimov në Shkup. Veprimi u ndërmor pasi një numër i madh i nxënësve u ankuan për dhimbje stomaku, sipas informacioneve 3 fëmijë janë në trajtim spitalor. Për të përcaktuar burimin e mundshëm të helmimit me ushqim, kuzhina në shkollë u mbyll përkohësisht, ndërsa u morën edhe tampon nga të punësuarit në kuzhinë si dhe mostra nga ushqimi. По сите протоколи е веднаш пристапено и излезено на терен и земени се мостри буквално од се што ни е во интерес, а тоа е брисеви од луѓето кои што работат во кујната и од раце и од грло-нос, земени се брисеви и од работни површини, земени се мостри, узорци од храната која што ја користеле децата, значи се што користеле без разлика од каде се текнува. И на наше инсистирање, нели, како институт и покрај тоа што ни беше предвидено, ние сепак земавме и од водата.